O ju vëllezërit e mi, a mendon njeriu se Allahu xhallahu ala ka kriju kot për lojë dhe për tallje? I lartësuar qoftë Allahu, por Allahu me urtësinë e tij e ka kriju njeriu për një qëllim shumë fiznik dhe shumë të lartë. Thot Allahu xhallahu ala: "Efa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un." A mendoni ju, shihni Allahu xhallahu ala në formë pyetje që të nxjerrë nga mendja e shëndosh njerëzore kuptimet e drejta. A mendoni ju njerëz se ne ju krijom kot? A mendon njeriu se Allahu xhallahu ala krijoi për lojë dhe për tallje? Wa annakum ilayna la turja'un, dhe se ju një ditë nuk do të ktheheni tek Allahu? Po kjo nuk është urtësi, po kjo është lojë dhe tallje, po kjo nuk është përsosmëri. Andaj edhe pas asaj thot: "Fata'ala Allah", i lartësuar qoftë Allahu. "Fata'ala Allahu al-Malikul Haqq", i lartësuar qoftë Allahu, mbreti i vërtet xhelle xhelalu. Nuk i takon mbretërisë së tij, nuk i takon urtësisë së tij, nuk i takon të qenurit Zot dhe Allah që ti krijon krijesat e tij për tallje dhe për lojë.